Rikthehemi sërish në studio dhe në fakt siç thash edhe në fillim të emisionit, përzgjedhja e drejtimit mund të jetë një prej vendimeve shumë stresuese në një moshë ku ende nuk ke arritur ndoshta pjekurinë edhe duhet të fillosh të mendosh edhe të vendosësh se ku do të shkosh, çfarë do të studiosh dhe çfarë pune në fakt në të ardhmen do të bësh. Dhe në fakt për të na ndihmuar tër këtë proces, së paku mua po gjithë ata që janë gjenerata më të reja, për t'u ndihmuar këtë proces, kemi dy vajza këtu në studio të cilat kanë bërë një podcast i cili ndihmon pikërisht në këtë drejtim për të përzgjedhur fakultetin dhe më pas edhe drejtimin për të studiuar. Së bashku me mua këtu në studio është Sara Shej. Mirëmëngjes Sara. Mirëmëngjes Sara, faleminderit për ftesën në emision. Dhe kemi edhe Galena Kuzmanovska, dobro jutro, dobro ni dojdem. Hvala vi što ne pokanevte. Kjo bisedë do të bëhet në dy gjuhë, në mënyrë që të kemi përgjigje. Në ovoj razgovor ke bile na dve jazici, така да прашањата ќе бидат и на македонски. Сара, та филојм пак me ty, më thuaj pak si erdhi deri te ideja. Ju vet jeni në momentin kur ndoshta duhet të vendosni ose keni vendosur, po më thuaj pak si erdhi ideja deri te podcasti. Podcasti quhet We Students, edhe ne veti kemi kaluar ato gjërat që duhet t'i kalon një student që është në vitin e 4, edhe shumë zonës për shkollave publike na kanë pyetur për procesin e aplikimit në fakultete, si të shkojnë jashtë shtetit dhe gjërat të tilla, dhe ne më u lodhëm duke i shkruar këtyve veç e veç, edhe vendosëm të hapim një podcast në mënyrë që t'ju ndihmojmë atyre që nuk i kanë ato mundësi që të mësojnë këto gjëra prej shkollës, se ne në shkollë na trajnojnë, si të themi, për të shkuar jashtë shtetit, për të studiuar jashtë shtetit në fakultetet më të mira që mundet. Për atë arsye vendosëm të hapim podcastin dhe të mundemi t'ju ndihmojmë me një platformë të gjithë për një herësh dhe jo veç e veç. Pra kjo nënkupton që ti më vetë se ke vendosur se ku do shkosh? Po. Ta zbulem? Mundet. Ose së paku të zbulem do jesh jashtë vendit ose brenda? Po, unë planifikoj, kam aplikuar vetëm në Londër. Në Londër kam dashur të shkoj çdo herë dhe kam aplikuar për arkitekturë. Ajo, shpresojmë që në shtator do jem në Londër. Kështu që ende je në pritje të aplikimit për aprovim ose jo? Kam marrë disa aprovime, por dëshojmë me notat në fund si do jetë, po besoj që po. Perfekt. Sara ni kaže дека веќе аплицирала за во Лондон. Како почна за тебе? Мислам, да, вие се тренирате од школото за да може да аплицирате, но колку беше тешко да се одлучите за каде и што? Па, искрено, зашто? Одамна јас знаев дека сакам да студирам право, така што мене не ми беше тешко лично. Но за каде беше голема дилема. Ја до пред пола година бев сигурна дека ќе идам во Америка за факултет и таму аплицирав. И после тоа малце ми се смени умот и аплицирав и во Лондон и сега заедно планираме да идеме таму. И така, мислам дека треба тоа многу поддршка да се има од родител и од друштвото околу и од самата школа. Кај нас имаме многу време да се размислиме каде сакаме, имаме многу поддршка од школската советничка која што ни помага. Имаме многу информации за секоја локација и можеме да се одредиме која е за нас подобро. Инаку јас сум правник, јас сум на докторски на право и знам дека штом се одлучила за Лондон, се одлучила за нашиот систем на правото, инаку во Америка би бил многу подруген, поразличен систем. Зашто право и зашто архитектура, да пише архитектур? Ке почнам од вас, вака може, Галина? Па, јас искрено секогаш ми кажувале дека сум многу добра за дебата и за карање и дома и во школа, така што тоа ми беше едно нешто да размислам зашто сакам подоцна во кариерата, но и имам правено курсеви и од школа имаме многу учено за правото и некако тоа ме привлече и пак заради школата и заради моите родители можев да си го пробам тоа, знаеш, да добиам искуство. Имав отидено на летни програми каде што учев право и сфатив дека тоа ми е многу интересно и така. Кој дел од правото најмногу ти се допаѓа? Па, уште не знам, сакам корпоративно право. Тоа јас што не обожавам или пак не сакам воопшто да допрам до таму. Сара, për ty përsa arkitektur? Unë kam gjetur arkitekturën kur isha në klasë të 5. Më pëlqente vizatimi, më pëlqente matematika, po isha shumë kreative si fëmijë. Edhe duke biseduar ashtu me mamin, më tha, po arkitektura super është për ty.
Ashtu vendosa, po nuk isha shumë e bindur natë. Pastaj si u rrita e nisa të shkoj në programe verore, jashtë shtetit, të shoh edhe ku dua të shkoj për fakultet, po edhe nëse më pëlqen në të vërtetë arkitektura. Dhe ashtu binda që më pëlqen se ka shumë degë të ndryshme për të specializuar, ka shumë kreativitet që ishte ajsin ma i rëndësishëm për mu. Në fakt, unë shpresoj që të gjeni veten të dyja në drejtimet të cilat po i merrni, po të kthehemi pak te podcasti. Prej kur ka filluar podcasti, Sara? Podcasti filloi në tetor, ose fundi shtatorit, nuk e mbaj mend shumë mirë, duket sikur prej kur. Podcastin e kemi fillu kështu, në kafe kemi bo muhabet edhe thamë hajde e fillojmë. Ashtu. Galena, kuipeja najgolemit e predizvici za tebe ili pak za drugarki koji što ti pišuvale za nasoki za apliciranje? Pa, prvo немале многу информации, генерално, не знаеле кој факултет има добар за нив, каде може би или како да изберат. Многу од нив се водат по ренкингот. Например, сега Харвард има добро име, па таму да аплицирам, но не е тоа така. Не можат сите да идат само по еден факултет поради името, мора стварно да се погодат и нивниот карактер да е пронајден во факултетот. И мислам дека тоа е главниот проблем, и исто така дека не знаат од каде да почнат, не знаат каде да аплицираат, на кого да пратат, кого да му се упатат на помош. И често пати некои мали прашања ќе ни постават или на мене или на Сара и така. Да, и ова беше идејата за почнување на подкастот. Си është skema e podcastit? Çka bëhet? Kur emitohet? Çfarë ndihmë ju jepni? Ju jepni ato format e aplikimit ose gjëra, na e sillni pak më të prekshëm podcastin? Podcasti është në YouTube, postojmë çdo të diele. Kur jemi të zënë me shkollë, postojmë një herë në javë, varet kur. Po në podcast nuk flasim vetëm për aplikime, po flasim për të gjithë eksperiencën e studentëve. Mundohemi që të kemi të ftuar, të cilët ne e dim që janë më të njohur në disa tema se sa që jemi neve. Për shembull, ato që do të aplikojnë në Amerikë dinë më shumë si aplikohet në Amerikë se sa si aplikohet në Londër, që dim ne. Ajo, për çdo send për këto studentët, por ka edhe për prindër. Epizodën e fundit që e postuam ishte më shumë për prindrit, që ta kenë më të lehtë të vendosin për fëmijën e tyre nëse duan ta çojnë në shkollë private ose publike, dhe nëse e çojnë në shkollë private në cilin program ta çojnë, se ka programe të ndryshme për vende të ndryshme që cilësojnë ndryshe në varet se kush shkon në fakultet. Kështu që më shumë është për student, por i ndihmon edhe prindërit në të njëjtën kohë që të bëjnë zgjidhjet për fëmijët e vet kur janë më të vegjël. Zara ni kaže дека има и гости во подкастот. Како вие ги одбирате гостите? Кои ќе биде делот të подкастот? Ние пред да снимаме самата епизода, прво ќе смислиме некаков концепт, што сакаме да збориме, или исто така и во школа си имаме понудено деца да се пријават ако имаат нешто интересно за зборење. Например, едната епизода, другарот кај нас од школа се пријави за да збори за неговото искуство, како се преселува, живее во Абу Даби, во Канада, и после тоа се врати во Македонија. И тој се пријави да збори за тоа, бидејќи може да принуди помош или совет за други студенти кои што истото го прават, кои што се селат често. И генерално, например, имавме направено епизода за сат и пол која што е за аплицирање на факултет, која што ние ја прашавме нашата училишна советничка за аплицирање да седне и да ни објасни буквално се од почеток до крај. Планираме и со наставници да викнеме и луѓе кои што се веќе вработени, за да понудат совет за деца кои што сакаат да идат на тие кариери. Сара, bëhet fjalë vetëm për shkolla private jashtë shtetit apo edhe për shkolla shtetërore, brenda, jashtë, si është fokusi? Ne hapëm më shumë për shkollat publike që të japim informacione. Ne flasim për të gjitha. Tani e kemi fokusin të flasim për shkolla të mesme, ku e bëjmë videon e parë ose të dytë e kemi pas krahasimin mes një shkolle publike dhe private. Është për të gjitha shkollat, por me veçanësi për shkollat publike që të marrin informacion,
të kenë ku ta marrin atë, se në shkolla publike, unë kam qenë në shkollë publike vetë, edhe di që arsimtari ta mëson lëndën, edhe pastaj mbas asaj e vetë. Për atë arsye kemi hapur më shumë, por mundet edhe shkollat private ta përdoren, më shumë është për shkolla publike. A fokusot na univerzitetet, da li se fokusirate za начинот на аплицирање, процесот и све само за приватните универзитети надвор од државата или пак имаме и за тука внатре и државни универзитети? Па, бидејќи ние сакаме да е повеќе како на меѓународно ниво нашиот подкаст, се фокусираме на било каков факултет низ целата земја и во Македонија и надвор од Македонија нормално. Во видеото со советничката имаме повеќе за надвор од школа информации, но она збори и за во Македонија студирање. И во вчерашната епизода која што ја постиравме за дали IB-то вреди како диплома, имавме изборено за државната матура, за аплицирање во Скопје, во Македонија. Имавме и за различни наставни системи кои што не се непринудени, не се нудат во Македонија, туку се за надвор од државата. Да се навратиме малку кај вас. Вие веќе сте на крај, уште малку месеци ви имат останато до завршење на средно училиште. Како се чувствувате првен? Јас искрено едва чекам да завршам. Многу стресно и така, мислам дека ќе биде интересно тоа што ќе дојде следно. Сара, për ty si është këto muajt e fundit? Edhe për mu, besoj që këto muajt e fundit janë me ma shumë stres, se i kemi edhe provimet, këtë vit kemi pas provime gati çdo 2 muaj, që të përgatitemi, kështu që është me stres, po nuk mundem të pres ta mbaroj. Për shkak se juve CM keni apliku edhe po pritni përgjigje, le themi, jeni në atë fazë, apo? Po. Pritjes së përgjigjes. Ndoni pak çfarë do të ndodhe podcastin kur ju do të përfundoni? Ose do e merrni nga Londra podcastin? Po, ajo është plani që dhe marrim nga Londra dhe si ne rritemi dhe interesat tona do ndryshojnë, dhe ndryshoj edhe koncepti podcastit dhe në fakultet dhe jetë për nëzënës të fakultetit, kur të punojmë dhe jetë për punë, ajo është, do me thonë dhe ndërojë si rritemi ne, si rriten edhe interesat tona për gjërat të tjera. Po, në fakt, diçka që më intereson është edhe raporti me prindrit. Galina, колку беше лесно или пак тешко за тебе и за родителите да одлучите за ти да студираш надвор од државата, пошто знаеме дека родителите не сакаат тука, кај нив да бидеме, во ист дом ако можеме. Па, искрено, јас можам да зборам за мене, не знам за моите, немаме баш зборено за нив колку им било тешко, сам сигурно им било. Но јас одамна знаев дека не сакам да останам во Македонија, дека можеби подоцна ќе се вратам, но за факултет конкретно сакам надвор од државата да идам, заради тоа што би сакала надвор од државата да го студирам правото. Генерално, бидејќи брат ми си има одселено и тоа е во Грција моментално, мислам дека моите се навикнати на тоа, но од прва кога им кажав Америка, им беше малку тешко да го прифатат тоа. Татко ми пробуваше да најде од други опции, Шпанија, некаде тука Италија, за да сидат на море и оним после. А за мајка ми, она мислам дека побрзо го прифати, иако на неа мислам дека и беше потешко. И сега кога им кажав дека се сменив малку за Лондон, заради тоа што една од главните причини зашто сменив од Америка до Лондон е самата дистанца. Мене ми колку се приближував до тоа да се одселам од дома, толку потешко и потешко ми стануваше да можам да совладам идејата дека бидела толку далеко од дома и дека ќе треба со 3 авиони да идам напред-назад по 20 сати. И така, стварно е многу тешко, но ние од нашето училиште сме навикнати на таа идеја дека нема да останеме во Македонија. Кажи ми, кога ти цело време си со таа идеја дека нема да бидеш тука, но дали мислиш да се вратиш во Македонија? Пошто друго прашање е, ако студираш таму, ако се адаптираш на нивен систем, може многу лесно да најдеш и работа или пак сама да се вработиш и така натаму. Не можам да кажам дека 100% не би се вратила, но не би сакала. Тоа не би ми бил планот. Сара, për ty pak si ishte komunikimi me prindërit? E dim që ne jemi të lidhur me prindërit, atë prindërit me ne, po momenti kur t'ju the që dua të shkojnë në Londër. Dhe na shtini të qajmë tash. Jo, ka kohë për të qajt. Jo, unë kam dashur të shkoj jashtë shtetit prej vogël. Çdo herë kam pasat që dua të bëj gjëra më të mëdha jashtë shtetit.
Kështu që prindët e mi e kanë ditur, por si tha edhe Galena, sa më shumë që afrohet koha, aq pak më e pabesueshme është. Po e kanë marrë mirë, nuk duan edhe mu të më mërzisin të thonë dhe me jo po dhe ikish gjëra të tilla. Kështu që nuk e di si e kanë marrë ato, po është rënd, ama është diçka që duhet të ndodhet, se çdo herë të prindit nuk do jetojnë. Kështu të paktën do kemi shansa më të mëdha jashtë shtetit. Mendon të kthehesh apo nuk e di ende? Nuk besoj se do kthehem. E thatë edhe ju që në momentin kur adaptoheni të vendi tjetër, në shtet tjetër, është rënd pastaj për të ardhur këtu edhe për të gjetur punë, atje besoj që do vazhdoj edhe ajo është çfarë dua edhe unë. Kështu që Kur flasim për të shkuar jashtë shtetit, shpesh herë përmenden edhe mangësitë. Galena, zašto nadvoro državата, zašto не тука во Македонија? Што се тие работи што недостигаат тука и што вие ги знаете што кои можности се надвор, што не се нудени тука за или за студенти или пак за тие што студираат во средно училиште во државни? Па, за мене лично, прво, јас искрено би сакала да студирам во Лондон или надвор од државата, заради тоа што самото знаење што ќе го добијам ќе биде на многу повисоко ниво него ли тоа што можам да го добијам тука, нормално. Заради тоа што се многу понапред од нас тие. Но исто така, генерално јас од многу млада сум во приватно училиште каде што учиме на англиски и тоа мене ми е многу големо. Полесно ми е едноставно кога сум околу меѓународни ученици. Јас сакам да сум во училна каде што има луѓе од различни народи, од различни држави, каде што можам да колаборирам или да сум креативна со луѓе кои што се поразлични од мене. А и во нашата држава има многу проблеми со учењето, има и со просториите, со наставници, има многу недостаток на наставници и генерално на средства за учење. Сара, ти че qenë edhe në shkollë publike, tani edhe në private, më thuaj pak, cilat janë mangësitë më të mëdha që ti I ke pa? Unë në shkollë publike kam qenë në shkollë fillore, kështu që e vetmja gjë që mund ta them unë është që në shkollë publike duhet pak më shumë të mundohesh vetë që t'ja arrish, ku në shkolla private ke më shumë suport, nëse kemi ndonjë nxënës që nuk është duke bërë shumë mirë me nota, prej administratës sjellën dikë I ndihmon me notat. Ka ndihmë edhe prej shkollës dhe jo vetëm çfarë mundesh bësh vetë atë e bën. Atë kam vëritur më shumë se aq, besoj që ajo është programa e ndron, programa që është në shkollë publike është pak më ndryshe se ajo jona. Ajo është e bërë për në Maqedoni, jona është e bërë për të shkuar jashtë. Ato janë diferencat, nuk ka në diferencë shumë të madhe. Po më thoni pak, sepse po jemi kështu po afro me dal nga dal drejt fundit, podcasti do të bartet në Londër, si do të barteni ju. Mendon Sara që I nevojiteshte nxënësve të Maqedonisë një podcast I tillë? Po, mendoj shumë, se si që thamë edhe në fillim, kemi marrë shumë mesazhe, kushiri im, ai është në shkollë publike, sa që shkoj ato më pyete si ta aplikoj, çka duhet bëj, cilat janë ato preparimet para se të aplikojsh për fakultet. Kështu që unë mendoj që është shumë e rëndësishme për ato që janë të interesuar, për ato që nuk janë të interesuar për jashtë ose për shkollë në përgjithësi, nuk është e rëndësishme. Galena, nismo pri kraju na нашиот разговор, вака полека удиме. Колку мислиш дека е важно да имаме ваков подкаст ние? Сара ни кажа дека како вие ќе се движите на кај Лондон и така и подкастот ќе се движи натаму, но тука да имаме подкасти или пак можности за и учениците од државните училишта да можат да добијат информации. Мислам дека е добро самите ученици да добијат совет од други ученици, бидејќи така најмногу ќе го слушаат. И мислам дека нема нешто слично на ова во нашата држава, во Македонија, така што е многу важно заради тоа што добиваат пристап или достап до многу информација која што самата школа не им ја дава. И вака ние викаме луѓе кои што
специализираат во ова на некој начин или имаат многу информација со кредибилитет го зборат тоа што го зборат. И ученици стварно можат многу да научат, не само учениците, туку и нивните родители, бидејќи на секое наше видео даваме и совет за самите родители како можат тие да ги поддржат нивните деца во нивното школување. Кажи ми, колку би било тешко или лесно од Лондон да се направи подкастот, пошто знаеме дека таму веќе е друг систем на учење. Па, за самото снимање не е до толку тешко колку што луѓе мислат. Си земаш телефон, си снимаш и постираш, но секако ние веќе имаме некои гости кои што сакавме да дојдат и кои што не можат заради дистанцата, така што тоа планиравме да го снимаме онлайн, каде што ќе има преку Google Meet или некаква апликација и тоа би можело да го направиме и од Лондон, но и од таму би можело да имаме повеќе информација која што многу повеќе ќе им помогне на нашите ученици. Сара, cilët janë kështu planet për fakultetin ne folëm, po cilat janë ato plane që ndoshta të rritën nuk I kanë, ose që po thua kushërin e në shkollë publike, a mendon që ju mungon ndoshta ajo mundësia për të parë për te Maqedonisë? Unë mendoj që mundësinë për te Maqedonisë e kanë të gjithë. Ka shumë bursa, ka mënyra si të shkosh jashtë, por unë mendoj që në Maqedoni ju mungon ambicia për të bërë më shumë, se afektohen prej shoqërisë, prej shkollës, prej disa arsimtarëve nuk të shtyjnë më shumë, por më shumë të mbajnë aty ku je. Edhe nuk mendoj se ju mungon mundësia, mendoj që më shumë ju mungon ambicia. Faleminderit shumë vajza që ishit pjesë e studios, edhe njëjtën kohë faleminderit që po bëni këtë kontribut për nxënësit me këtë podcastin We Student apo Ne Studentët. Sara, faleminderit edhe Galena, благодарам много, što беше delo studiото. Faleminderit edhe juve.